Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka Shkoti kush i vjen spital thotë i poshtë 3 mijë Venonza nuk e don as partia e vet. Në na qëndin komaran ajo punë e modha. Me kanë Abdullah Hotin në një parti të udhëhequr nga primera politika. Miqtë e gazetës Infokus dhe televizionit Dugagjini, por rikthehemi me podcastin e javës, natyrisht për me diskutu për tema politike. Ato që ju ndoshta me dëshirën tonë, po që tashe 10 muaj po është imponimi joni me u marrë çdo javë, çdo ditë, ndoshta bazën ditore, më shumë me këto temat politike, sa ndoshta me aktualitetin që e përjetojnë qytetarët e Kosovës çdo ditë me problemet që kemi në sektorin e shëndetësisë, me çmimet e rritura, me shumë probleme dhe halle tjera. Kam kënaqësinë me pas ftuar sot një deputet, i cili është gjatë me karrierën politik, e po ashtu gjatë edhe në Kuvendin e Kosovës. Armen Zema e mirë se erdhe në studion e Infokusit. Faleminderit, gjithmonë kënaqësi. Po besoj që ti që merresh me politikë, pajtohesh me mua që jemi lodh për shtynë tema politike, e si më thon gjithmonë po i kemi prioritet. Ndoshta ju me marrë ju me hallet e tona, po na do të më marrë me hallet e juja në politikë. Një shtet i zhvilluar duhet bëj politikë, dhe një vend i cili ka demokracinë e zhvilluar, politika shndrohet më shumë në një situatë ose në një gjendje atraktive për qytetarët e vendit, po fatkeqësisht këto vitet e fundit kanë qenë të rëndura në aspektin politik. Edhe unë mund të them nga keq qeverisja, nga keq menaxhimi i institucioneve dhe nga sjellja politike një subjekti politik që në zgjedhjet e fundit ose edhe ato të parafundit ka dalë me një rezultat të besimit të qytetarëve, po besimi keq përdorur, një anshëm, edhe cili ka kriju pasoja për vendin. E pasojat më të mëdha tek unë edhe të shumë të tjerët është ikja e qytetarëve nga Republika e Kosovës, ikja trinive dhe të rejave dhe profileve deficitare të cilët mundi i familje për t'i shkolluar, për t'i ngritur dhe për t'i shërbyer vendit është minuar në raport me largimin e tyre. Për këtë arsye dhe politika është shndruar në një fenomen që jo rrallëherë edhe kur i të nglën si proces të nglën në aspektin negativ. Ne duhet të kontribuojmë që ta shndrojmë në pjesën pozitive edhe të mirë qeverisjes. Armen Denisa, kështu se natyrisht na duhet me ndërtu edhe kemi synu me ndërtu një shoqëri që është aktive edhe që është e vëmendshme ndaj veprime politike, po kjo ku edhe qytetarët rëndëm po shkojnë tash sa vite të e ashpërsu gjuhën në raport me politikën. Nështë aty u marë ma shumë ose ty prekupu ma shumë hallet e politikanëve sa hallet e veta. E ajo në ka prunu deri në nivel, një shoqërie, ku sot për çdo ditë e ma shumë po shohim ashpërsim të komunikimit gjuhës së qytetarëve që po përdorin. Edhe ndaj liderëve politik, edhe ndaj profileve të larta, edhe që kjo degradimi më i madh që të ndodh kësaj shoqërie. Ju personalisht jeni ballafaquar me një situatë të cilën që gjuhë e ka prodhu skena politike, e ku ti tash duhet mu ballafaqu me tylifar njeri edhe në rrugë, ku detyrohesh ndoshta me dalë edhe prej vetvetes edhe me bë veprimin që e pam, ose rastin që e pam që ndodhi në sheshin e Prishtinës, duke realizu një intervistë me aseduashin e gazetës Blitz. Domethënë një situatë ku ti po duhet ndoshta mu ekspozu si dikush krejtësisht tjetër në raport me ato çfarë ndjomi tash sa vite në politik, në armen tjetër që ndoshta në syrin e disa qytetarëve u pasi ashpërsim ose si një reagim brutal ndaj një qytetar. E para, mendoj se çdo kush niset nga aspekti njerëzor, sepse një pikë së parë jemi njerëz, atëherë vishemi me edhe me profesion, por edhe me petkun e politikanit ose të një vendimarrësi kudo në institucionet që i ka një shtet demokratik siç është dhe siç pretendojmë të jetë Kosova. Gjuha polarizuese. Etiketimet e skajshme, linqimet e pamatura. Ballafaqimi i panevojshëm edhe në aspektin human, njerëzor,
edhe i cili ka shkuar deri në degradim, është shndruar një qëllim politik të një subjekti, i cili e ka përdorur fatkeqësisht për interesat e veta të ardhes në pushtet. Do më është këtu keq përdorur qytetari në këtë aspekt. Jo që është keq përdorur, por është investuar shumë, aq shumë është investuar, që po të ishte investuar në demokratizim të shoqërisë, edhe në emancipim të atij subjekti politik, por edhe të vlerave që ka shoqëria kosovare dhe shqiptarët, mendoj që ne do të ishim edhe një hap më shumë, edhe nuk do të kishim problemet e tilla, të cilat fatkeqësisht po janë trashëgimi e keqe e kësaj sjellje edhe gjuhës politike. Pse po e them këto edhe ku po bazohen? Kjo ka filluar në mosbesimin ndaj shtetit të Kosovës. E para ka qenë tendencë që të krijohet një pasqyrë, dhe të krijohet një momentum ku Kosova nuk do të jetë shtet sovran dhe i pavarur. Okay. Edhe i dyta ka qenë pas shpalljes së pavarësisë, që kjo pavarësi është e minuar, është tranzicion në interes të armiqve të Kosovës. Dhe e treta është zhvillimi i Kosovës, që është ushqy, është gjujt gur, ka ndrodhin qem, edhe në kryua monstrume politike nga gjuhja e përdorur dhe nga sulmet, sigurisht përmes rrjeteve sociale më së shumti, të paguara ose të parapaguara nga armiqtë e Kosovës. A është kjo Grack, e cila është vënë një subjekt politik siç është Lëvizja Vetëvendosje, dhe janë në Grack ata të cilët 24 orë rrin kujdestar të sharjeve, fyrjeve, linçimeve, etiketimeve, këto duhet ta luftojmë të gjithë në aspektin demokratik. Edhe t'i ruajmë qytetarët tanë ku do që janë. Por në pjesën personale, unë mund të flas për veten, nuk flas për të tjerët. Çdo kush e ka një emën të përveçëm, një mbiemën, një trashëgimi familjare, një punë që unë e vlerësoj që është e mirë, sepse është vlerësimi i qytetarëve në vazhdimsi, dhe aq sa mundem, aq sa kam kapacitet, dije, edhe aftësi, nuk lejoj që dikush të shkel integritetin tim personal, familjar, por edhe kolektiv të kësaj shoqërie, aq sa më jap mundësi edhe skena politike, por edhe shoqëria, edhe ballafaqimi personal. Pse po e them këtë? Sepse ndoshta po e marr një shembull të një ditë ku isha në një vizitë në komunën nga Vijona. Isha i rrethekuar me disa njerëz, mos them dhjetrat e tillë, të moshës pothuajse shumica mbi 60-65 vjet. Çdo njërin që e kisha aty në tavolinë e ka një profesion, e ka një veprimtari, themelues të degës së LDK-s. Mbajtës të pozitave kur Kosova ka qenë nën sundimin serb. Mbajtës të pozitave në istikamet e luftës. Mbajtës të pozitave lokale edhe profesionale gjatë gjithë jetës së tyre, drejtor shkolla, doktor, gardian. Secilin e drejtimit. Pozicionin e vetë ka dhënë kontribut për qytetarët. Kur shishe tavolinën e tyre, për krahas të presidentit historik doktor Ibrahim Rugova. Dhe kur e shishe secili më i pastër se sa tjetër në aspektin moral, familjar, edhe të udhëheqjes me kompetencë. Dhe tash, kur e shen nga jashtë, se ata njerëz, edhe të gjithë sulmohen si njerëz të korruptuar, si njerëz të Serbisë, si njerëz që e kanë shkatruar Kosovën, domethënë, kjo është jo morale, po kjo është ofenduese. Dhe kur e shikoni një aspekt tjetër, që këta njerëz detyrohen shpesh herë ta ulën kokën para atyne të tjerëve, të cilat asnjë nga këto nuk e posedojnë, as në aspektin familjar, as moral, as të kontributit në luftë, as të pas luftës, atëherë edhe durimit ka njëherë i vije kufini. Edhe kjo duhet të mendoj çdo kush që mos të prek në këtë kufi, mos të prek në integritetin dhe dignitetin e njerëzve, mos të lëndoj tjetrin për interesa politike. Nuk është atë që letë t'i thuash dikuj që 30 vjet e fundit ka çdo ditë aktivitet për me pa një Kosovë të lirë, sovrane, demokratike edhe të zhvilluar, ku ka jetë
të humbura, ku ka gjak të dhonën për Kosovë, edhe të jash me lehtësi para tastature, ose në rrugë, ose kudo, me u shpreh, mu shfry mënyrën më të pa ndershme të mundshme, edhe me fitu vota. Kjo mendoj që e ka lëndu, edhe po e lëndon këtë shoqëri në vazhdimsi. U është fati mirë që është ul dhe ka një intensitet më të ulët të polarizimit. Unë e kom pa kur kom udhëheq sektorin e shëndetësisë. E kom pas edhe barë dhe konvuj si një ndër për persona që kanë qenë target i sulme në vazhdimsi. Por nuk e m'ka bo për shtypje në kuptimin e punës dhe të angazhimit që e bëj për vendin tim. Edhe me këtu deshta ta përfundoj. Çdo njëri prej neve, mendoj që duhet të ndihmojnë në këtë proces. Duhet edhe të që besa edhe të edukoj. Do shta edhe dhe forma ka njëherë ku mesazhi nuk është i mirë, por është mesazh edukues. Edhe çdo kush duhet ta thret vetveten para interesit të atij tjetrit, i cili ka e keq përdor për interesat të veta, sepse Kosova pas luftës ka pas situata shumë të këqija, njerëzit ka pas edhe janë keq përdor, po më e keqja edhe këtu përfundoj është ideologjia. Nëse ideologjia është e mbrapsht, ai i jep vetit të drejtë që dhe mundet me bo një veprim, që është veprim kriminal, po mendon që ka të drejtë në kauzën e tij të keqe edhe të instalum nga militantizmi politik i këtij subjekti politik. Armend, kjo është keqpërdorim, kanë degradu deri në qatë nivel, sot edhe njerëzve që i kanë lënë gjymtyr, që i kanë dhënë familjar, qësaj lirie që përgëzojmë na, pëqujnë shpionat Serbisë. Se mos flasëm për juve që jeni në politike, për neve gazetarve, pa e dëgju për mbajtin, pa e lodh kryt me këshirë historikun e kontributit të kush është. Qohet se cili edhe të veç i mjafton, me thonë që kjo nuk ka me Albin Kurtin, edhe do më thonë na se cili në këtë vend është i ekspozun prej qytyne. E përmene pak që është bojë investimi malë, na edhim që është bojë investimi malë në krejt mënyrat e mundshme prej Serbije që me zhbon këtë shtetë. Që me nëzit që të vend me shku deri të qëto tensionë, ndoshta të një shoqëri e cila e hup rrugën në barë dhe zdin kam jamojt në kuptimin që sot peshohëm edhe në arenën diplomatike, edhe mrena qeverisjes ose në qeverisin e brendshme. E përmena që është investu shumë, a është investu, a jënë të kej qëto, a jënë budallaki, për cilat njerëz edhe një grup politik nuk të e ditë edhe a janë të qëllimshme, a janë për shkak të padjenis tyne. Jo, unë mendoj që është pak dileme madhe për shkak se edhe mundona me faktu që është e qëllimshme, sepse është interes puro politik. A beson që ka njerëz që marrin parë në Kosovë për me shoh me kriju qëtë ambient? Çdo infrastrukturë kushton. Shumë vërtet. Kushton. Ju merri me pjesën mediatike, me PR ose me gjana tjera, dhe ne jo rrallëherë kemi ndëgju që janë ekipe të veçanta, me qindra njerëz, që rrinë kujdestar të këtyre fyrjeve dhe linqimeve në përrjete sociale. 3-4.000 fake akonta, është punë e madhe e dënë staf të madh. Tash e prej një pjesë të kësaj vetos, edhe po e postoj. Çdo fyrje ose linqim që vjen, nuk është i drejtë për drejtë. As nuk është këtu ofër që na qëndron dikush. Ose është mira kilometra larg, ose është prej këtyne Facebook au fake që edhe ti po i quhen. Pra, dikush investon, kjo ka kosto, nga vije kjo para, ose nga financimi jashtëm, që nuk është miqësia e Kosovës, ose nga korrupsioni. Tash kjo e korrupsionit është edhe e besueshme prej si kanë ardhur këta në qeveri. Sepse milionat e tërhequr be bankave të Kosovës, rasti skandale me energjinë dhe ajo që po quhet mafi energjetike, shitja dhe blerja e rrymës milionshë, keqpërdorimi i parave publike, tenderet një burimor milionsh, domethënë është një investim që për mendimin tim prokuria ka shumë punë edhe ka disa adresa. Po Strimbullari gjithmonë është kryesori, pavarësisht që pretendon
të paraqitet si i pastër. Dhe brenda këtij mekanizmi ju e keni pa që është edhe një mekanizëm parapolitik, Okej. Po. i cili edhe e dirigjon kuvendin, edhe e dirigjon sjelljen, edhe e dirigjon fushatën, dhe të cilët nuk janë të Kosovës. Andaj, ne duhet kemi kujdes. Fjalën për grupin e Ne- Deona Mealit dhe të tjerëve që Nuk janë të Kosovës. Të- Nuk janë të Kosovës. Derisa ata nuk janë të Kosovës, unë nuk i gjykoj që punojnë, po punojnë mrapsht. Punojnë mrapsht, mi thonë një subjekti politik, si që është Lidha Demokratike e Kosovës, edhe deputetëve të saj, edhe kryesisë, edhe këshillit, edhe degëve, edhe antarësisë, që ju, nëse spajtoheni me Albin Kurtin, jeni me listën serbe dhe me Serbinë. Para mendoni. Kush? Po shprejna në gjuhën popullore, kush bre po e thot këta? Ku i po ja thua? Cila është arsyeja që po e thua? Cili është morali që pas dite kthehesh edhe lyp koalicion me këta njerëz? Lyp bashkëqeverisje. Kërkon partneritet. Çka po mendon ti? Për një grusht vota? Me shku edhe me i prish edhe familjet, me kriju edhe situata ekstreme të këqija? Domethënë, kjo është investim i armiqve të Kosovës. Edhe kjo duhet të luftohet me gjithë mekanizmat demokratik të saj. Këta njerëz duhet të filtrohen. Gabimi më i madh është kapja e institucioneve të drejtësisë. Kjo nuk duhet të lejohet edhe të sigurisë të vend. Dikur që është i papastër, edhe që ka agjend anti-Kosovë, ai duhet të definohet qartë, të saksohet, edhe maksimalisht nuk duhet lejohet të operoj me këto situata. Armend, a keni bërë mjaftueshëm? Ne jemi në situatë politike ku jemi para zgjedhjeve nacionale. Por kjo temë është në vazhdimsi. Për këtë arsye Kosova po shkon në zgjedhjet e parakohshme, të jashtëzakonshme. Për këtë arsye Kosova ka një qeveri e cila po qëndron jashtëligjshëm. Edhe për këtë arsye Kosova nuk pat kuvend edhe nuk pat qeveri. Domethënë, krejt këta faktor kanë determinuar që sot është degradimi institucional i Republikës së Kosovës. Plus raporti me shtetet mike edhe me Bashkimin Evropian. 2 vite e gjysmë nën sanksione ekonomike. Asnjë ndihmë direkte e financimit. Asnjë marrëveshje financiare që ndihmon zhvillimin e Kosovës. Asnjë investitor. Dhe plus asnjë takim i krerëve të Kosovës në aspektin që i ndihmon Republikës sonë. Njohet që kanë si produkt i punës së të tjerëve, ose si produkti miqve tanë që na kanë ndihmuar në vazhdimsi. Domethënë, pa institucione të qëndrueshme, pa siguri të qëndrueshme dhe pa diplomaci. Këto duhet ta ndryshojmë. Edhe kjo besoj që duhet dhe do të ndryshoj. Armend, a keni bë mjaftueshëm se te den që unë jam kritik për shkak se duke qenë nuk them që kem bë mjaftueshëm. 3 forca tjera politike që janë pjesë e Pse s'kem bë historie, edhe sakrificës, edhe të luftës, edhe të paqes, edhe ndërtimit të shtetit. Apo se s'ke bë mjaftueshëm nëse kemi të në qëtë nivel të degradimit institucional shoqëror, që mos të bëhemi sikur këta, po nuk po bëhemi. Edhe për kushtimi jam edhe zëri im nuk po bëhemi si këta, po duhet me pas zë reagus. Ma lejeni ta them pa modesti. Unë kom qenë ministër 10 muaj. Në ditën e parë që kom kalu deputet, edhe kom kalu në opozit, unë kom qenë kritik. Nuk ka mujt kush me ma mbyll gojen, mos ma merr vetë lavdat, po ma mbyll gojen jo me sha me ofendu, po me kritiku që ka punohet keq, që ka menaxhohet keq sektorin e shëndetësisë, edhe ka menaxhohet keq me vazhdimin e luftimit të pandemisë. Përbes me pa botë të gjithë të tjerët. Po. Edhe me demasku që këta janë pa aftë. Nuk din me ullheq. Edhe e kanë interes financiar këtë pozit, nuk e kanë interes në zhvillimit vendit, edhe situata ka ndryshu. Po nëse s'kishim mujt me ndryshu, ka dhe alternativa tjera demokratike. Protestat, blokadat politike, gjana tjera që neve na kishin vendos një zë kundërshtues të domosdoshëm për mos me leju degradimin e Republikës së Kosovës. Për këtë arsye, edhe them që duhet jemi autokritik, edhe të marrim edhe përgjegjësi. Por a duhet të heshtim në vazhdimsi? Jo, edhe pse jemi zgjedhje, edhe para zgjedhjeve, edhe pas zgjedhjeve. E nëse dikush që thot populli ka mizën nër kapuç, unë ati nuk kam faj, nuk e drejtoj. Po, nëse ki punu ndershëm, ki ullhesh ndershëm, ki vizion, nuk duhet me hesht para dikujna që as njerë nga këto as nuk i ka,
dhe që besa as nuk i ka pas. Armendo, ne kuptoj që kjo fryma populiste është pegi të lashe me gjithë mjete edhe mënyra se qysh me ju kundërvy, po kur ki parasysh krejt këto që i kemi pa, që kanë qenë publike, sa skandalet, sa afera, sa korrupsioni, sa keqeverisja, si me thonë, ka njëherë, po mdokë sikur këta pe argumentojnë ma mirë politikisht që Kosova është në sankcione, se sa pjesa tjetër e partive politike që kjo domi më i madh që mund është me abo Republikës. Dhe ka njerë po më duket sikur raportet tona me Amerikan, me aleatin ton historik, me fuqin më të madhe në glob, që e patëm aleat për 30 vjetë dhe në ndihmoj çdo hap që e kemi më rri sot, edhe Amerikan dalin e thojnë që nuk i kemi punë mirë me Albin Kurtin, edhe këta po mrin me bind opinionin publik që gjendja është mirë. Na nuk është që jena prish me Amerikan. Sësa që po mrin jo me kallëzuar që kjo është pika, jemi arë gati thuajse te limiti i mos tolerimit më ndaj shtete mike, ndaj pushtetit ose qësoj klase politike të cila na udhëheqi që 5 vjet. Na kemë shembuj disa shteteve që kanë dalë nga tranzicioni, se kanë dalë nga luftat. Edhe janë mundu edhe shtetet perëndimore ose shtetet mike të ndihmojnë. Por kur e kanë pa që ata nuk po ndihmojnë vetveten, kanë shit prapë në diktaturë ose në një sistem i cili nuk përqafon vlerat e perëndimore. Edhe ka shembuj të tillë. Këtu fati i mirë që ka qëndrueshmëri, edhe nëse ka kritik në opozitarizëm, por ka edhe qëndrueshmëri të barzëve të institucioneve të pavarura, jo në plotni. Sepse tendenca me ushtrue pozit antikushtetuese dhe antiligjore ka qenë e hapur, që gradualisht kishte rrshit edhe në diktaturë. Edhe çka është normalizimi i fenomenit të keqeverisjes. Duke folë ti ma kujtova për shkak ku po thojmë dhe me fakte, po bleni rrym prej Vuk Hamoviqit, i cili ka pas prindin një ushtarak që vjen nga ajo që quhet pjesa kriminale e Serbisë, këta po dalin po thojnë, ju keni ble ma shumë. Domethënë nuk e mohon faktin. Po thuhet 800 milion, nuk janë ble për 15 vjet kalumën. Nuk e mohon faktin që po blen, dhe nuk e arsyeton faktin që ka blen, dhe nuk e arsyeton faktin që buxheti të kalumës ka qenë 70% më i vogël, dhe pas zhvillimit edhe të këtij sektori, ti e ka detyrohesh nga keq menaxhimi dhe nga paaftësia prap me ble, edhe je ka blen nga kush? Përmes njerëzve, bazëve të institucioneve që janë në proces hetimor. Edhe kjo është ai paralelizmi i rrezikshëm. Sikur në sektorin e shëndetësisë, sikur në arsim. A ki pa që shgarojnë pse ma keq që dalë pisa se sa une. Andaj, neve na duhet një farë pune, nuk tham në interes vetëm të grupit tim politik, por na duhet një pasqyrim një realiteti politik edhe institucional të Republikës së Kosovës. Humbja e miqve, largimi nga partneriteti, është i kushtueshëm, nuk rikthehet lehtë. 2 vite e 5 muaj në një tavolinë që ishim gjithë përfaqësuesit e grupeve parlamentare në zyrën e BE-s, domethënë na than haptas, nuk po e them unë, ishin edhe 5 përfaqësues grupeve parlamentare që 2 vite e 5 muaj nuk ka një komunikim mes sektorit të ekonomisë, financave, zhvillimit të BE-s dhe qeverisë e Kosovës. Marrëveshja 883 milionshi që ka pas dhe është në prag, domethënë në prag të distribuimit të mjeteve, do të ishte realizuar në fund të vitit 2024, po nuk e kanë bërë. Nuk kanë ditë me bo. Ama sheta është të që dhe tash, dalin e akuzojnë opozitën, të ndërtojnë narracionin që se ditën e fundit për blokad, ta fotën kushtetuese nuk e votoi marrëveshjen, nuk e votoi marrëveshjen ndërkombëtare. Po. Për neve. Po është e paligjshme.
O zotri, ne kemi thonë në fillim, ti e ka dënë me ushtru mandat jo kushtetues, sepse baza e demokracisë është ndarja e pushteteve. Po. Na nëse shkelim mbi këta, dhe po ta kishim leju, banën mend ju edhe të tjerët gjithë. Nëse ne kishim leju këto që me ushtru edhe minister, edhe kryeminister, edhe kryetari i komisionit, edhe me hime dhe votuesit deputet. Ky të nesërmen, apo e shet që apo ndodhë në këshillë prokural. Këta ishin shku i kishin marrë kompetencat edhe të këshillit prokural. Po. Se e kishin shëndruar në institucionin e të drejtë të ligjshmërisë. Unë e thash, ideologjia është e mbrapsht, ideologjia totalitariste është e mbrapsht sepse mendon që jep të drejtë vetes. Këta ishin shku e kishin marrë në dorë edhe gjykatën kushtetuese. Po t'ish leju që kjo, ndoshta jam radikal, edhe nuk po them që po du me t'inglu që nuk kishtë ndodhë saksisht një gjë e tillë, por besoni me sjelljen e tyre, janë konë gjendje dhe do ta bënin edhe këtë. Sepse, paradite me votu buxhetin, masdite marrën kuvend me pru buxhetin, me thirr seancë, me arsyetu buxhetin si ministër, me ul si kryetari i komisionit, me jap të drejtë buxhetit, edhe me ul me votu buxhetin. Ke qëto me kry një kuvend i cili nuk e ka zgjedhur këtë qeveri. Që nuk e ka zgjedhur këtë qeveri. Këta nuk din me bo dallimin mes qeverisë në detyrë dhe qeverisë në drejtë. Edhe dalin e trumbetojshin që ne kemi të drejtë. Me gjasin ka i din, ka i të armen, plus, mashtrimi që ndodhi. S'pëdojnë mi ditë. Qysh në ditën e parë, kanë thonë ne kemi numrat për me bo, dhe me konstituu. Çto deshta më të vetë Armen? Qysh në ditën e parë kanë thonë, na jepshin mundësinë ta krijojmë kuvendin, se është përgjegjësia jona ta krijojmë qeverinë. Kon po e mashtroni. A dul mashtrim? Po nuk po e thojmë ne. Mashtroj. I mashtroj qytetarët e Kosovës. Tentoj ta mashtroj edhe opozitën. Edhe tentoj ta mashtroj edhe partnerët ndërkombëtar. Dhe në fundit tentoj që të krijoj një qeveri kujdestare ose varëse tinej, ku ai është në brenda edhe sillet edhe si ministër edhe si kryeministër. Çu lexu te elektorati që kjo Armen, me që tash thuaj se zotarish nuk ka filluar fushat apo edhe besoj në komunikimin ton ka pas një konsistencë të qëndrueshme edhe të elektoratit ton që ne qëndrojmë prapa qëndrimeve të kryesisë dhe të këshillit të përgjithshëm. Edhe kjo është vlerësim maksimal edhe për strukturat tona që po ju ndihmon aty në të lobimit në terren, por edhe të kfjellës së kësaj situate, duke e parë haptaz që këta nuk e kanë pas në interes qeverisjen për kapjen e institucioneve në vazhdimsi edhe kanë interes vetëm pushtetin. Nga dita e parë, kur kemi kërku në komisionin e verifikimit të mandatave, që duhesh të lirojsh pozitën e ministrit dhe të vijesh deputet, aty ka hasur rezistenca. E kemi kalu ata. Nga dita ku është tentu që të zgjidhet një person kryetari i kuvendit më shumë se 48 herë. Nga dita kur ka dalë shkelje kushtetuese ndrimi i përmbajtjes së votimit. Dhe nga dita kur është bëhet testim me njerëz të ndryshëm në përfaqësim të kuvendit deri te zgjedhja skandaloze në kryetarit të kuvendit. Dhe nga konstituimi i kuvendit, kërkesa për me bleje me josh deputet për me krijuar një qeveri pej 61 deputetësh. Armen, a u lexu drejt, a u lexu çështo për elektoratin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka vlerësim edhe kudo që ka pas adresim. Ata japin mendim pozitiv që ju keni vepruar drejt në mbrojtjen e shtetit dhe në mbrojtjen e demokracisë. Se më shumë se sa partitë tjera në fakt LDK-n është godit lëvizja vetëvendose edhe Albin Kurti që e ka ja ka kriju bllokadën. Çdo ditë e ka një luftë politike, edhe kjo është bue qartë. Në mëngjes zgjohen me kritika, domethënë edhe me Pse po ta Armenia që po merren sepse neve na shohin konkurrent. Aty vjen keq për flas haptas neve na. Po sa është që kjo frika për shkak se veç rritja e LDK-s mund të zvoglu. Do të heqim qeverinë e ardhshme, edhe neve na shohin njerëz që do të kërkojnë përgjegjësi kur të vinë pushtet për të bamat e tyre. Ne nuk do të thojmë hajnat në burg sa për sy e faqe. Po ne më kanë më shkuën në burg. Do thonë për ne më kanë më shkuën në burg. Atë më kanë harruar këta jo, po kanë më shkuar tash në burg. Se s'fokuzohen as me forcë. Unë po ta garantoj që me qeverisjen e LDK-s do të krijohet infrastruktura e pavarur edhe ligjore, edhe do të japet mundësi e pavarur organeve të drejtësisë që të shkojnë këtu në hetimeve kësaj hajnie të tenderëve një bërimor
në energji, sidomos në sektorin e shëndetësisë, në gjithë në infrastrukturë, t'ju shkuat hetime deri në fund, dhe ata që e kanë keq përdorur buxhetin, e ata që kanë vjedh të mërshëm, ata vendin e kanë në burg. Edhe do të shkojnë në burg. Pandemi, korrupsioni, Armend. Sidomos për rezerva shtetërore, që tash është vetëm është një akt akuzë aktive, bile paramendoni, kanë bëu kallëzim penal ndaj atyre që kanë hetu këtë rast, ku krejt bota po e shes si s'kanë ardhur rezerva shtetërore. Gjithë po e dinë që tonelata e miell e vaj nuk kanë ardhur në Kosovë. Edhe me çfarë çmimi? Domethënë nuk ka diçka të msheft në këtë drejtim. Dhe gjithë po e shohin që veç dreka e darka, mijëra euro ishin konë të ushqym në restoranin atij që ka bërë kontratën, ose në furrën e tij të Buks, çka ke te Azipria. Aty ka dolën plot shkeli, prej nënshkrimit të Albin Kurti që më klasifiku me termat ose mërna ato sa që parashë ligji që më ka sekret, e deri tash çka ke e fundit paramendoj që këtë ndër, është jo që gojet tjetër. Ka informacione që shumë kontrata në Kosovë janë sekrete. A e dini? Po të janë shumë. Ka dhe në qeveri tjera. Po. Domethënë kur ta qysh thelbin procedura, kur ta qysh thelbin e sekretit. Nuk më përfshi edhe sekretet, do persona pa verifikuar. Veç me lejo ta jap edhe informacion. Ka 10 kontrata që këta i kanë klasifikuar sekrete. Po këto janë klasifikuar vetëm për shkak të hajnis. Po këta mendojnë që ato janë të paqashme. O zotëri, në momentin kur të vinë qeveri, ne do t'i hapim. Qytetarët kanë më njoftuar, qytetarët, po absolutisht po. Qytetarët kanë më njoftuar cili është çmimi ti që i ki ble vaksinat. Se unë ta kum lënë një marrëveshje me një çmim. Po. Ti e ki mbyllë ka bë sekrete. Peja sa e publike që ka qenë. Njëta ble vaksinat. Po tash nuk e dim na çka ka ble. Cili sepse ka pas aty neglizhencë dhe ndrrim të hapave. E dyta, ka të ndër sekret edhe në infrastrukturë. Të rezervat e shtetit. Të rezervat e shtetit. Paramendoj Armend çka është ajo me gjasas prokuria se kishin kap. Mundesh me majt ku mbahen rezerva shtetërore. Po jo çmimin. Nuk ka, jo përveç çmimit, përveç aty ne, a di çka është baza kryesore. Çaja kontrat nuk ka garancion të tenderit. Që nuk ndodh kon. Marr me detale. Jo, kjo është e mirë edhe prej me umor prokuria edhe me ka. Absolutisht. Sikur ti shkon garancionis i tenderit, ti e din që çdo kontrat përmes procedura prokurimit publik, çdo operatori i kërkohet garancioni i tenderit. Sikur të kishin pas që ato, të kishin respektu ligjin, për shkak se nuk ndodh institucionet me dhënë tender, që këtë dam nuk ju kështë shkaktu, për shkak se çdo vonesë, ose çdo pengesë, ose çdo mall që nuk ka ardhur, ti ke mujt me ekzekutu çat sigurim tenderit edhe ja kështë të rejkë paret kompaninë. Paramendoj as që ato nuk ja këshin lyp kompanisë. Edhe pse e kanë pagu 100% të pagesës e kanë kryer avans. Unë kom dëgju disa arsitime, disa që ishin edhe pjesë e procesit hetimor, po edhe me disa tema tjera. Këta me të vërtet kanë mendu që janë mbi ligjin. Për bes po. Më kujtohet kur e kem pas komisionin hetimor për gjendjen kek. Dhe patën krijuat komisionin paralel që u bën nga opozita. Tash jetojnë edhe juve. Dhe hetuan ato për 20 vite. Bile e mshelen. Sepse komisioni hetimor ku ta mshel një situatë, thoni nuk lën edhe hetimin nëse ka pas diçka, se rezultoi që s'ka pas asgjë. Por kur intervistuam kryeshefin e Kekut, ai para komisionit hetimor tha unë kam negociuar me biznesmen për riparimet në korporatat energjetike të Kosovës. Para mendo. Çfarë guximi? Edhe pa ju driu syne hiç. Folke në rolin e zyrës së pavarur të prokurimit, si departamenti i pavarur, ai folke si pothuajse të ishte i autorizuar. Dhe për këtë arsye është proces penal. Do të thonë, jo, haptas. Mandati i tina, pozita e tina nuk ja lejon as me u taku me operatorët. Personi tjetër që u intervistoi kë, merke informacione, ishte krejtë një pozitë tjetër, merke informacione sikur të ishte në bordin e korporatës energjetike të Kosovës. Do të thonë, merken pej i shkrejtë një institucion tjetër, ndërsa merrte informacione sepse kishte qenë në bordin e përkohshëm ku kishte ndodhur kjo hajnia. Kritikin në transkripte. Edhe besoj që e di që i kanë marrë edhe prokuria dhe janë pjesë hetimore. Po kjo është gjendja në për të cilën kemi kaluar si qeverisje në këto 5 vitet e fundit.
A duhet me ndryshu? Duhet me ndryshu me votë. Duhet me ndryshu me bindje. Nuk duhet me ndryshu me emocion. Duhet me ndryshu me përgjegjësi. Në momentin kur e kem ne zbrazin e Kosovës, kur e kem varfrimin e Kosovës, ku nuk kemi zhvillim, ku nuk kemi shkolla, s'kemi qerdhe, s'kemi institucione qëndrueshme shëndetësore, ku s'ki barna, s'ki ilaçe, ku nuk ki arsim qëndrueshëm. Ne kemi një armatë të mirë të arsimtarëve, edhe të profesorëve, edhe të akademikëve. Dhe rezultatet i kemi dobta. Pse? Sepse është ndërhyrja dhe logjika e këtë qeverisjes. Me vullnetin e madh tyne s'po guxojnë as më bë pjesë e kushteve. Ata s'nuk guxojnë me shku as në protestim. Për shkak se kjo që nesër bisedën, i linçojnë, i gjykojnë, i qesin si tish sistemit. I thojnë ju jeni të 20 viteve. Para mendoni, në Kosovë nuk janë këshirë isha nku një zonë ndëruar, pse në rrugë pushtetet. Isha nku një zonë ndëruar e lexova në media, isha nku për keq trajtim të marrjes së shërbimit në një klinikë të Kosovës. Edhe një zonë që është ndëruar dhe cila e ka qenë zëri i grave të dhënuar në Kosovë. A di çka i shkrui ka aty në militante? Krejt thëjke duhet me qitë, thëjke dhe që 20 vjetë këta kanë shkatru Kosovën. A harrejke si ajo militantëve, aktiviste, ajo isha, po është në gazeta, po një aktiviste vetë vendosë thëjke duhet me qitë se ata jenë që 20 vjetë, a harrejke si që 5 vjetë jenë të ellheq sektorin shëndetësi. Po silën o që nuk kanë pas pushtet. Andaj, neve na duhet angazhim, pajtohem plotësisht me ty angazhim. Zemaj, që pëndodhë në LDK? Gjitha ato që duhet të ndryshojnë pozitivisht. Sigurisht ne qëto aderimet, qëto pritet ndryshimet moja në listat e deputetëve hapër. Do të kemi edhe figurat të treja. Lista LDK-s gjithmonë ka qenë afirmative. Po beso kësaj radhe edhe me aderimet e fundit që mendoj ne kompletohemi shumë. Do thonë është edhe një farë nuk po e quaj riorganizimi i listës, por është një fuqizimi i drejt për drejt me figura të cilat i bojnë derë edhe listës tonë, por edhe në të ardhmen i bojnë derë edhe kuvendit edhe institucioneve të Republikës së Kosovës. Nuk do të thotë që të gjithë mund të zgjedhen deputet, po të gjithë garojnë me vlera edhe kontribuojnë në fitoren e Ligjit Demokratike të Kosovës. Edhe ne si struktura ju jemi mirënjohës për ardhen e tyre, pa kushte, me dëshirë, me vullnet që të kontribuojnë prej fushave specifike, deficitare, dhe që prap do të ndihmojnë edhe në demokratizimin e kësaj shoqërie, edhe në avancimin e kësaj shoqërie, por do të ndihmojnë edhe në fuqizimin e shtetëndërtimit të Republikës së Kosovës. Zemaj, në më konë kritik vazhdimësi që LDK-ja, ose të paktën konsiderojnë në qështu, ma probleme ka pas mobilizimin e njerëzve, se sa nështë sa ka njerëz në për Kosovë, sa ka intelektuale, sa ka kuadro, që ndoshta janë frymë LDK-s, që në LDK po nuk ka mujtë kur me mobilizu. Aq ma keq, edhe më konë kritik i madh, edhe që e keni kriju një farë distancë mes figura shumë të rëndësishme të LDK-s, me qujt të vjetra, ata abeden nështë është ofendim për shkak se politika nuk njef mosh, mund është dhejnë për shkak me Agim Veliun, me Isa Mustafën, me Fatmir Sejdiun. Qa problemi ishte? Pse që ata njerëz nuk janë të paktën nëse jo në lista në rreshtin e parë, pse nuk janë krah juve? Pse nuk po më rrini mi bind që ata njerëz e LDK-s, për thëmë shpesh, nështë ta përveç një periudhë të kalunën ku kanë kërsit edhe karrikat, po ka shumë figura të LDK-s që ka njëherë edhe pse djegën vetë, nuk dalin si kun partit tjera, me thonë, okej, tash dalëm të qesim vrerë ndaj tyne të shajmë LDK-në të kryem. Po, nuk kemi po një përqarje qashtë madhe, për shkak që ndodhi me PDK, me Ramiz Ladrovsin e Sami Lushtakun, ku prap mrenen me, si me thonë, me najnë mrena një ombrele, LDK nuk ka që ka shumë, po dihet që nuk është e kënaqshme LDK-ja, si me thonë, me keq këto gjenerata, me keq këto figura. Ti ta kanë edhe që atyne, që e kanë mosh shumë treje ke punu me ta, e një shumë mirë,
Po je edhe sot bashkë me Një këta pyetje që të rinë LDK. Intereson shumë edhe elektoratit tonë dhe publikut. Po publiku është i ndarë në këto mendime, elektorati duhet na ndihmojnë në këtë proces. Okej. Pse po them këtë? Sepse pa qëllim ndoshta. Me qëllime të mira, ka një herë dhe ne brenda nesh i kemi shpikur disa kauza, duke menduar që Besoj po i ndihmojmë edhe të tjerët në shëndërtimin edhe po e quaj fuqizimin e Republikës së Kosovës. Pse unë mendoj kështu? Okej. Sepse po, e them me krenari të plot, unë në funksionin e deputetit kam qenë pjesë edhe e themeluesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të shtetit të Kosovës. Andaj e ruaj edhe respektin, por edhe kujtimin, besan edhe nderimin edhe edukimin nga ta me krenari. E dyta, nuk pa na shkaloj trashëgiminë familjare. Dhe kemi shpikur kauza për shembull Brezi i Republikës. Po kur farë nevoje. Nuk nën kupton për ne Veç më lejo ta shpjegoj. Po kur farë nevoje. Kontribuesit, disa eksponent në moshën më të mirë, po da. po them edhe politike, edhe të pjekurisë, të kontributit, kanë dalë në pozicion edhe në konsideruesit e vjetër. Dhe tash paramendojnë në LDK, nuk po du me përmendë. Është vetëm në kontribut LDK, shumica vetëne ose pjesë e tyre janë profesorë ala në moshës 50 vjeçare, edhe pse ka pas pozita udhëhece, qeverise, komunale, konsiderohej i vjetër, ndërsa 2 metra ma tutje, në vetëvendosje, kish deputet 80 vjet, 70 vjet, po. E 77 vjet e nuk konsiderohej i vjetër. Dhe më thonë, ne pak edhe vetveten ja kemi leju, ma mirë të thëmë vetvetes, që të tjerët të në ndërtojnë narracionin e gjenerata. Paramendoj. Armen, sinqerisht ka zëmë. Pse? Sinqerisht po A e them. një rallë në kurthën e lëvizjes vetëvendosje. Se nëse i shumë na, ka për kujna një distancuar, pavarësisht ju a ditë vlerat, që të narracione ka ndërtu lëvizja vetëvendosje. Si me thonë, qata që ka godit vetëvendosja, qata sot nuk janë... Kosovën e pas luftës, ka pas edhe ka kundërshtarë të tjerë politik, që i ka josh ose kanë tentuar me josh elektoratin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po, vërtet. Edhe ju e dini edhe ndarja që ka ndodhur në vitin 2006. Akoma ka plagë ta asaj ndarje. Po, vërtet. Nuk është një fenomen që është i pa njohur. Akoma ka njerëz protagonistë politikës që janë gjallë dhe janë aktiv. Ka edhe njerëz që tani edhe kanë lëviz vitin 2010. Janë rikthy, ka që kanë lëviz në vitin 2013, prap janë rikthy, prap kanë marrë pozita në LDK, prap thirrën në rrogovizëm, prap e kanë idealizëm shëndërtimin edhe fuqizimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ka edhe ardhje të reja që është shumë normale. Shumë normale, është demokratike. Subjekti politik çka duhet na në kontest të cilin po e përmendimi, që mos me leju të tjerët për me na i bo politikat neve mbrana. Mos me leju sulmet e të tjerëve, me na tregue se cili është maci i punës, i performancës, një aktivisti, veprimtari, një kryetari dege, ose një antari të kryesisë, një deputeti, një ministri të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe këtë nuk duhet ne të lejojmë. Këto janë disa pasoja që po i përmend që njerëzit ose i ka pozicionu të rinë pa kanash, ose janë larguar në heshtje, e që besa dikush edhe ka ndru edhe subjekt politik. Armen, po du me ka pak me drejt për drejt. A ka vend, derisa të gjithë thirrën në rrogovizëm. Po. Derisa të gjithë thirrën në idealizëm, unë mendoj që ka vend për kontribut të gjithëve. Edhe punoj për të gjithë. Pa ka shumë ka rëndësi, a më donë dikush, a i pëlqej në atë që unë e thëmë dhe mendoj. Se dhe jam i drejt për drejt. Po e thëmë njërë të drejt për drejt. Jam i drejt për drejt. Kom mendim. Edhe në organet e partisë. Nuk jam pa mendim. Edhe dikuj kur si pëlqen, edhe kur njëherë rrezikohet që të përdoret si kauz. Unë kam qenë, po thëshë, i hapur kur jemi dalë prej zgjedhjeve që kam thonë po, nëse shkojmë dhe vendosim për koalicion, duhet shkojmë me të parin. Po. Nuk e kom shef ata. E kom bo në organet mia, po nuk e më dalë me trumbetu, as me thonë. Por kur Shemica, 99% kanë vendosur që jo, unë kom adresuar kritikat, sugjerimet të gjitha ato të mia. Edhe tash, unë jam pak më specifik, se po më thu, unë po më adresuash për vetveten.
i takoj gjitha gjenerata, po mbi të gjitha i takoj një familje që ka sakrifiku për vendin, por edhe për idealizmin që ka përvasu presidenti Rugova. Kemi edhe pasoja jetë në Kosovën e pas luftës. Në vend që t'i gëzojmë frytet e lirisë, ne jemi vra për shkak që kemi qenë të pozicionuar në krah e presidentit historik Ibrahim Rugova. Para lufte, gjatë lufte, ku ka mungu një guxim i shumë të tjerëve, dhe pas lufte, ku ka mungu edhe një guxim i shumë të tjerëve, mu paraqit si krahu i luftës në krah e presidentit historik si komandant suprem i forcave të armatosura të Republikës së Kosovës. Andaj mund edhe më takon, edhe njerëzit ka herë në më ngarkuajnë pse po them këto. Se po dal nga vetvetja, se më ngarkuajnë më shumë përgjegjësi se sa kam. Se të gjithë presin nga une, që unë munda me i dhonë një drejtim, një problemi që mundet me qenë mes dy individëve të LDK-s, ose me një ide të caktume, ose një çështje. Plotësisht pajtona. Jo, edhe ndikoj. LDK e mira e LDK-s është që është një parti tjetër në thotë që ka demokraci më të madhe, demokraci të brendshme. Jo që ka demokraci të brendshme. Një parti e tillë. Po për këtë arsye ne ton ditemi mundem me pas mendim. Ju s'keni mi siguru akomodim qytetin e njerëzve. Unë nuk e di pse për shkak figurat që kanë targeti sulme të lëvizjes vendosje, dyqysh i një shmong për tyne. Pavarësisht sa ka pas fuqi elektorale, pavarësisht çfarë backgroundi intelektual ka, pavarësisht çfarë kontributi ka dhënë në LDK, ju një shmong për shkak se në kanë targetuar prej lëvizjes vendosje edhe Vjosa Osmani. Kështu kanë qenë targetuar edhe për PDK-je, edhe për Aleanca. Se unë mendoj që partia ka hapësirën me ekstremisht për rreth të gjithë luftës hibride të lëvizjes vendosje. Po nuk duhet mu shmang njëri dhe vetë. Jo, unë s'po them personalisht. Jo, po edhe personalisht. Edhe si. Pse nuk mrret? Mendoj që ka pas, nuk e anashkaloj ato që po e thuti. Që ka pas ndoshta hezitim të njerëzve në situata të caktuara. Pretendoni te elektorati vetëvendosës, mos elektorati si po i qëndron, po ndron ofër. Po në fundit vendos vota. E mirë e keq që është vota. Edhe na duhet të nënshtrohemi, sidomos në atë lizë demokratike të Kosovës. Nëse na nuk mund i akomodohemi nga vota e brendshme dhe nga vota popullore, atëherë nuk është më ma konkretisht. Për shembull Isa Mustafa, Fatmir Sejdiu, do plot figura të tjera, përbesim i bindën unë që ata njerëz nuk lypin pozicione. Nuk duhet ta marr postën e ministrit. Nuk duhet. Jo, nuk janë. Një distancu shumë. Armend, një distancu shumë. Kryetari i LDK-s me 10 herë komunione, kur e ka thonë mos kur gjë mos mbledhni mua me LDK deri unë s'u marr në pozitën e kryetarit. Përgjegjësia e Llheqës, përgjegjësinë e Llheqës. Jeni distancu për një diçkaje që kur nolesh me menu nuk ka kur çu të keqe. Nuk distancohet njëri për qeverisë së Isa Mustafës në Prishtinë. Absolutisht nuk ka asnjë distancim. Kryetari i juj, Armend, po kryetari i LDK-s me 10 raste në për debate publike ka thonë mos mbledhni mua kur gjë me atë LDK. Politik, po tash ti ku të japsh atributet tek shijap s'pjap edhe të mirat. Natyrisht. Tash njerëzit kanë herë janë mundu, Ja, po na. Janë mundu. E vlerësoj për çdo 4-3 që po ndara. Po. Domethënë, janë mundu ose me vendos, si thojmë në kpucet e liderit për prak. Siç janë mundu, a di çfarë lufte kon mas shpalljes pavarësisë ndaj Fatmir Sejdiut, pse është në koalicion me PDK-n. Po, vërtet. A jemi çdo dëshmitar. Ku ta kqysh, nuk pe jap atributet Fatmir Sejdiut, ti e ka kundër LDK-s. Kundër LDK-s për me hin koalicion me PDK. Po LDK nuk ka nxjerr jashtë. Jo kur. Apo kupton? Pas unë se kam nxjerr vetëm. Sot ajo shikoj frym, ajo çikë tolerancë sot me LDK-s. Sot ajo. Po. Sinqerisht po, unë po e them po, edhe po e them me bindje. Po them nuk anën tjetër, nuk llogaritse një subjekt politik, një president vendi, një kryetar një partie që ka e shpall Kosovën, ka e bë shtet. E dyta, ky tjetri, që e siguroi marrëveshje që jepi sot e asaj dite është legjislacioni i zhvillimit ekonomik dhe reformës fiskale të qeverisë Mustafa edhe i vazhduar nga qeverisja Hoti. Domethënë, ti mos i jap edhe mbrana nesh, mos i jap vetëm të këqija, por i jap edhe të mirat. Edhe punë të mira te kryetarit të 4 të LDK-s, nga 12% në 18%, nga 14 deputet në 20 deputet, dhe po ecim
sigurt në fitoren. Domethënë, ne njerëzve kur t'i gjykojmë, duhesh me edhe atributet e mira, po më i marr. Sikur ne shpesh e thojmë kur ti ki përgjegjësitë, kur ti ki përgjegjësitë, ti ki edhe privilegjet, po jo me të pëlqy vetëm privilegjet, duhet me të pëlqy edhe përgjegjësitë. Se ka njëherë ne jemi për shkak në situata caktuar ku e kini delegim, vallahi vështirë është me majt ka herë një fjalim në emër të grupit parlamentar të LDK-s. Nëse mendon keq të zhvillime, kanë mujt me ndodh, por negociesh me kanë edhe shtat i përmende. Po. Beso që janë të angazhuar në fituar e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po këta si lider. Po liderët janë pak më të kufizuar. Nuk janë liderët që kanë udhëheq shtetin, kanë udhëheq president, kryeministër që mundet me dalë atje me një aktiv ose me një ndek. Por unë mendoj që ata të gëzuhen duhet trajtohen me dignitet të respektit maksimal. Po në mendoj që nuk lypen më shumë. Besoj dhe punoj edhe gëzoj faktin që duhet respektohen maksimalisht nga krejt strukturat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të nderohen ata dhe familjet e tyre, në kuptimin e përgjithshëm, nuk po them kuptimin interesave personale. Edhe trajtohen me dignitet për shërbimin e mirë që ja kanë bërë vendit, po asnjë skandal, po asnjë aferë. Një ministër të LDK-s në gjithë qeverisit e saj nuk e gjon në akt akuz ose me një vepër e cila e ka kaluar për akt akuza. Një kryeministër i LDK-s, një president i LDK-s, janë krenaria e këtij vendi. Edhe askush nuk mendoj që duhet të ndihet inferior as ndaj tyre, as vepra të mira. Ne këto i trajtojmë si vlera. Edhe unë punoj, angazhohem, edhe pothuajse të gjithë që ti trajtojmë në aspektin e tillë. Armend, do na më shku pak më shkurt në sta përgjigje. Kush mund të jetë? A do të ketë edhe ardhe të reja në LDK? Lista është në përfundim. Okay. Një kompetencë e madhe ju e dini në LDK takon degëve, që besa edhe përgjithësive, edhe analizimit të kandidaturave, edhe bazës elektorale, por edhe të zgjerimit e kësaj baze me pretendimin që të kemi edhe vota të reja. Ka pas aderime që e thash, mendoj që do ta begatojnë listën, një numër është i ndarë për mërgatën tonë, kemi dikon saksisht 5 kandidat nga shtetet të ndryshme të perëndimit që janë edhe pjesë e strukturave tona, por edhe jashtë strukturave, po që përqafojnë ideologjinë dhe programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe që do të sjellin edhe votë nga mërgata, edhe si përfaqësim, edhe do të na bëjnë krenar edhe ne këtu në listën tonë zgjedhore. Domethënë kjo është më shumë si përfundimtare, se sa që do të ketë tash mundësi të reja. Mund të ketë aderime, por që përgatiten për qeverisjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Armend, a mundet më përsërit? Në një fjalë, ka hapësirë. A mundet më përsërit? Po. Domethënë po e shihni edhe në raport me subjekte të tjera, jemi vetëm subjekt që në vazhdimsi po kemi figura profile të ndryshme, domethënë digitalizimit, shkencës, diplomacisë, i patëm njerëz me profile të mira, kulturës, ushtarake, sigurisë, domethënë ka shumë profile që e shohin LDK-s si jashtë në kuptimin e qeverisë së ardhshme dhe kontributit të tyre. Armend, a mundet më përsërit mas 28 dhjetorit që kjo situatë e blokatës, nëse zgjedhjet nuk kanë me prodhu ndaj rezultat tjetër, po mund të jemi aty. E them që jo, vendi do të ketë qeveri, në vendi do të ketë institucione të reja, edhe do të ecim mirë, marrë edhe sigurt drejt zhvillimit të Kosovës edhe të integrimit saj në familjen evropiane. Në presin punë, ka sfida, është siguria rajonale dhe ndërkombëtare, është pjesa e integrimit, zhvillimit globale, edhe ne duhet jemi serioz në këto tema. Mendoj më shumë duhet merremi me këto se sa me cikrime politike, edhe inatet politike ose edhe gjykimet që besa edhe këto linqimet që duhet të i kalohen. Armend, çfarë do situate, këta 10 muaj, çfarë do ndikimi që mund të kenë pas në rezultat, duhet me kanë real, nuk mund me sjell me prodhu një rezultat shumë ndryshe. Aja që ametet është janë 2 bloqe. Jo 2 bloqe politike, po 2 mënyra se qysh mundet me u bë. Ose vetëvendosja me hyrje në koalicion me ndonjërin prej partive politike, në këtë rast mundet me ka mundshme me hy mas zgjedhjen 28 dhjetorit me LDK-n. Edhe dyta, nëse vesh i marrni këto qëndrime,
qysh e kemi po tash e 10 muaj, a duhet LDK-ja me bo qeverisje me pjesën tjetër, me blokun tjetër të partive politike për me marrë pushtetin. Se LDK-ja si LDK vetë nuk mundet, LDK-ja si LDK s'mundet, as vetë vendosja. I saktë edhe pa elaborim, i se jemi edhe në prag të fushatës zgjedhore. Modalitetet do t'i caktoj qytetari. Ndërsa sigurt udhëheqjen e qeverisë së ardhshme do ta ketë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Dr. Lomir Abdixhiku si kryeministri i saj. Në koalicion? Kaq mund. Dy rrugë janë. Preferenca jote ose cila është ma e LDK do të udhëheqë, do të LDK nuk ka të keqe, që të janë shqiptar. Po ama vendosen me pjesën tjetër. Ne jemi subjekt që kemi kontribuar shumë edhe në emancipimin e subjekteve të tjera, sidomos nga pas lufta e këto të fundit po e heqim nga i far zhargoni i kësaj qeverisë që po e shohim. Do të skeni mund me dokument. Por mund të them që Lidhja Demokratike e Kosovës do ta udhëheqë qeverinë e ardhshme të Kosovës. Armand, apret që ke fushat me kanë hala ma ashpër në qëto që e nisëm, e që më duket që në ka bo ma problem se sa nështë ta problemet reale me cilat ishtë dasht me Unë kisha dasht me pa fushat me program. Se s'ka program. LDK-ja nuk është ka pas fushat me program. Po. Kanë pas edhe parti tjera, po kur i shohim në zbërthimin e programit, më shumë kanë pas tema populiste se sa program të sakt, edhe buxhetor, edhe të arsyetimit se si zgjidhet një çështje e caktuar. Fatkeqësisht, një parafushat, që nuk do ta shihen në fushat, është fushata ose parafushata e keqe e lëvizjes vetëvendose. Për 5 vite nuk është në gjendje me fol për një program investiu, ose për disa punë të mira të bëra. Krejt fushatën e ka në linqim të grupeve tjera politike, që janë në harmoni, në dakordancë, paramendo edhe herë për thëmë Melisën, Serbë dhe me Serbinë, dhe e dyta që janë kundra e mërgatës. Do më thonë, këta shkojnë edhe jashtë logjikës njerëzore, o burr. 80 antarë të familjes ngusht, unë personalisht i kam në mërgatë, shtetet ndryshme të perëndimit. Tu fillu prej ata mas të afërm, të zemrës, gjakut, edhe deri ata të vizë dytë edhe tretë. Mas pak të jemi ne këtu, në Kosovë. Dhe ai del pa fije turpi, pa fije marrë, thot këta janë kundrej mërgatës. Dhe më thonë, këto dy kauza tulta mundohet i përdorë. Në vend si thot, e kom shtru këtë rrugë, e kom bu këtë autostradë, kujtimi vetëm tyre është ura e Staradronit atje në Istog, ato 3 metra rrugë, 4 metra. Ja më në fund, për 4 vjetë ka kryer, investive, nuk është e përfunduar deri në fund. Jo në punë që kry me marrë me 100 afera, me 100 pengesa 3-4 vjet, edhe ja ka ndodhur. Por asnjë investim konkret i përfunduar. 5 vite, miliarda buxhet, qindra miliona investime nga paraja publike, nga taksat tona, asnjë punë e përfunduar. Kjo është fushata ose antifushata e jonë në nivelin pozitiv. Me program, me ide, me njerëz, edhe me vizion. Armand, falenderoj shumë. Faleminderit. Kënaqësi edhe nga ana ime dhe mu doft një intervistë sikur më kon tonajt kështu pak. Ç'është flasëm atë. Po nuk e ndiva veten kështu me një gazetar profesionist, po me një që debatojmë shlirë. Edhe haptaz, paku i vogël dhe atë sa mundem dhe atë sa dim. Faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit. Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Një qeveri arrogante, me një qeveri Për shembull, thot dikush që vjen në spital, thot i poshtë pra Ministri e Financave nuk e don as partia e vet. Në që din Komorana jo punë e mova, Me kanë Abdullah Hoxhin në një parti